Sa jeni sigurt, presidenti Osmani, që nuk e keni shkelur kushtetutën, të marrë parasysh për deklarimet e liderit të AK-s, zoti Ramush Haradinaj, i cili ka deklaruar që shumica nevojshme dëshmohet vetëm në nënshkrimet e deponuara të deputetëve. Dhe tha atë pjesën tek seanca e Parlamentit të Kosovës ku shprehet vullneti i lirë i zgjedhjeve të popullit, pasi sipas tij në çdo situatë tjetër presidenti bën shkelje të rënd kushtetuese. Ndërsa në anën tjetër zotriu Lumira Dëgjiva thënë që nëse punon me logjik presidenti Osmani do duhet thotë që nuk ka shumicë parlamentare dhe asnjë mbledhje, asnjë partie politike që nuk e ndryshon këtë fakt. Në deklarimin tuaj në 20 tetor të këtij viti keni thënë që krijimi i qeverisë varet tek koalicioni mes partive politike, gjë që nuk të hyjë jo në atë aspekt. Pra, nuk e kanë dëshmuar që ka koalicioni, nuk e kanë dëshmuar që kanë nënshkrimet e deponuara, pra edhe kjo logjika mes shumicës shqiptare, të cilët kanë thënë që nuk kanë vullnet për krijimin e qeverisë të re. Sa nëse mundesh më na tregu pak sa i përket këtyre deklarimeve dhe një pjesë tjetër sa ka garancë, jo gjasa që ju hyni në një lizë zgjedhore me vetëvendosjen para se të përfundoj mandati juaj presidencial. Pra, të jepni dorëheqje para se të mbarojë mandati juaj në mars. Faleminderit. Atëherë mua më vjen keq që kanë deklaruar ashtu kryetarët e partive, ata më njohin mjaftueshëm për ta ditur që unë veproj vetëm 100% në përputhje të plot me kushtetutën dhe e din shumë mirë që mua kushtetuta vërtet nuk më ka lënë rrugë tjetër. Sepse diskrecioni është kur ke disa opsione dhe duhesh me zgjedh cili ka gjasat ose cila më të mëdha. Kurse sa i përket mandatimit kur e ke vetëm një propozim, kushtetuta thot presidentja mandaton. Pik. Jo mund të diskuton, menohet pak, e sheha ka as ka, jo. E mandaton. Është shumë e thjeshtë e drejt për drejt gjua e kushtetutës, njësoj si që janë gjykimet e gjykatës, të cilat unë e citova, nuk bëra interpretim si shpo bëjnë të tjerët. E citova, paragrafin 93, gjykimit KO 103, thyje për 14 dhe vlerësojën ju vetë. Gjykata rithekson se neni 95 paragrafi 4 i kushtetutës kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Kërkon që të ketë kandidat tjetër për kryeministër. Pra këto rregulla nuk i kam shpikur unë, as gjykimet e gjykatës kushtetuese nuk i kam shkruar unë, atër në vitin 2014 e dini, ne disa kemi pasur qëndrime ndryshme, por i kemi respektuar në tërësi dhe njësoj e bëj edhe sot. Pra, jo vetëm që jam e bindur, por jam 100% e sigurt që kam vepruar në përputhje të plot me kushtetutën dhe për te i kësaj, koha do ta dëshmoj që jam duke vepruar vetëm në mbrojtje të interesave të qytetarëve dhe të askujt tjetër. Këtë detyrim e kam unë. E jo të merrem me fontan dëshirash. E para. E dyta, sa i përket asaj se qeverit krijohen me marrëveshje mes partive. Natyrisht, kjo është mundësia e parë. Por mos harroni, në historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës keni për plot raste, kur deputetët kanë votuar ndryshe nga deklarimet publike të partisë. Unë kam qenë një prej tyre, e dini shumë mirë, në vitin 2014, partia ime, më konkretisht, ish kryetari partisë ime, t'jem më e qartë, ishte propozuar për kryeministër dhe unë e kam votuar kundër. Atër ka pas jo vetëm një deklarat, po ka pas vjetra deklarata që ky është qëndrimi i partisë, edhe në fund unë dhe më duket 5 deputet të tjerë atëherë të LDK-s patëm votuar kundër. Deputetja Donika Kadaj në vitin 2021 ishte deputetja, keni të drejtë, po ka qenë shumë gjatë, tash na ka mbet. Pa të votuar kundër krijimit të qeverisë Hoti, që ka qenë parti, ku ka qenë edhe partia e saj. Ju kujtohet Teuta Rugova, pa të votu për një qeveri që nuk ka qenë pjesë e partisë, sepse ne pa të mbet në opozit. Pastaj ka qenë AKR-ja, që totalisht pa dalë në anën tjetër. I kemi 2 deputete, një nga PDK, një nga AK, që më kanë votuar dhe i falenderoj shumë për presidente, duke mos lejuar që krijimi institucioneve të mbetet pjesë pengilistës serbe.
Pra kemi dhjetra raste dhe këtu po i marr vetëm kur janë kriju qeverit, ose është votuar për president, shembuj. Pra mua më duhet ta respektoj atë që thot kushtetuta dhe që është ripërsëritur në dhjetra gjykimet gjykatës kushtetuese. Po citoj: deputetët kanë vullnet të lirë dhe jo detyrues. Deputetët le të votojnë si të dojnë. Unë asnjërit nuk i përzihem. Mirë po unë nuk mund të paragjykoj vullnetin e deputetit individual. E para. E dyta, si që thash më herët, te presidentja nuk kërkohet garancë, te presidentja kërkohen gjasa. Gjasa janë gjasa. Dhe unë jam e bindur që gjasa ka. Por a do të ketë 61 vota e më shumë, është çështje që i vendos seanca dhe vendosin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Akoma jam shpresë plot që gjithë do të gjendet një rrugë përpara që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, rreth pagave të qytetarëve tonë, sepse vendi ynë mund të mbetet në një situatë të rëndë e të paprecedente. Unë jam e bindur duke pas parasysh praktikën që e patëm me zgjedhjet e nënshkurtit, që pavarësisht kur mbahen zgjedhjet gjatë muajit dhjetor, certifikimi mund të zgjas shumë. Pastaj, sepse po ka shumë ankesa, mes kandidatëve është fjala. Po ka shumë ankesa mes kandidatëve, certifikimi po zgjat. Pastaj, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çfarë pasoja ka në qoftë se kuvendi nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mundësitë që të shtyhet për tej 30 ditëve ekzistojnë teorikisht. Dhe për shkak të përvojës së keqe që e patëm gjatë kësaj viti, ne duhet të jemi të përgatitur edhe për vonesa të tilla. Dhe pastaj sërish vjen marsi prilli dhe ne ballafaqohemi me situatën e zgjedhjes institucionit të presidentit. Edhe aty, në qoftë se nuk bëhen 80 vota, hym në një krizë të re, sepse as nuk dihet deri atëherë do të kemi kuvend të ri. Pra, më mirë të mendojmë për qytetarët, ta kemi një zgjatje buxhetore, mos t'i humbim 800 milion të Bashkimit Evropian, 100 milion të Bankës Botërore, plot projekte tilla, mos t'ja mundsojmë armiqve të Kosovës që të gëzohen nga mos sukseset e Kosovës. Unë jam e bindur që ka mundësi që të arrihet një dakordim në pako për një sër temash ndërmjet partive politike. Tani kandidati për kryeministër i ka 15 ditë, po kjo është maksimumi. Nuk është e domosdoshme që të gjitha të shfrytëzohen, por ajo i takon kandidatit për kryeministër. Gjatë këtyre 15 ditëve, ai duhet t'i bind deputetët. Pra, prandaj edhe ekziston periudha ku krijohet pastaj ajo garanca për të cilën po flasim. Edhe çka ke pyetja fundit? Dorëheqje. A garantoj që do ta përfundoj mandatin? Unë i garantoj qytetarët që do ta përfundoj mandatin. Më kanë zgjedhur për mandat 5 vjeçar, do të jem këtu deri ditën e fundit. Për i kandidim, tash ta kemi njëherë një kuvend, një qeveri, vjen rradha edhe çështjes së presidentës në këtë rast. Po shpresoj që së pari të i kalojnë këto krizat që i kemi të momentit, dhe si që përmenda, qëllimi im është mbrojtja e kushtetutës, mbrojtja e interesave të vendit, edhe në të njëjtën kohë shpresoj shumë që do të ketë mundësi që të arrihet një dakordim. Në qoftë se s'ka dakordim për buxhet shtetëror, atëherë së paku të ketë dakordim për zgjatje buxhetore, për planin e rritjes dhe shumë vendime të tjera, të cilat vërtet do t'i vlerësonin të gjithë qytetarët e Republikës, pavarësisht se për kënd votojnë ata pastaj mes partive.